Territori i Kosovës për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e një fushe të qetë atmosferike me mot të kthjellët dhe vranësira të pakta. Paraditja do të sjellë kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja ruan mot të qetë me disa re kalimtare në lindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 09 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej 3 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 1 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 10 gradë Celsius. Suhare 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 9 gradë Celsius.